Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka mbyllur hetimet për aferën Çezdia dhe lobimin e LSI në SBA dhe tashmë do të marrë të pandehur kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për 3 vepra penale përkatësisht për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie. Po ashtu akuzat do t'i komunikohen dhe Ema Çokut, e cila akuzohet për pastrim parash, njëjtë si ish kryetari të AKEP, Piero Gjigjo, ndaj të cilit rëndon akuza e korrupsionit pasiv. Çoku, Gjigjo dhe Kryemadhi ndodhen të tre në masën detyrim paraqitje, ndërsa vetëm Meta, ish presidenti i Republikës, ish kryeministër dhe ish kryetar kuvendi, në arrest me burg prej 21 tetorit të vitit të kaluar. Ndërkohë nuk ka munguar dhe reagimi i Metës nga qelia, ku përmes një postimi në Facebook sulmoi SPAK duke i quajtur hetimin ndaj tij një farsë të zgjatur, e duke akuzuar prokurorinë e posaçme se është në shërbim të verbër të Edi Ramës. Pres me padurim nisjen e gjykimit të këtij procesi, i cili do të jetë publik dhe do të faktoj botërisht se SPAK-u nuk shikon krimin intelektual të inceneratorit që nuk ekziston dhe që lëshon urdhër arreste fiktive për terroristë zgjetor, duke i lajmëruar që të largohen. Është vetëm një organizatë në shërbim të verbër të Edi Ramës, që me task forcën e saj anti-opozitje dha atij një mandat të paligjshëm vetëm me qëllimin që të garantojë mandate të përjetshme për veten e tyre. Shkruan Meta. Tashmë SPAK brenda pak ditësh pritet të çojë dosjen për gjykim dhe në GKK do të vendoset gjyqtari i seancës paraprake, që do të vendosë nëse dosja kalon ose jo për gjykim. Marrja e Metës si personi pandehur vjen pasi gati 6 vitesh hetime, ku SPAK e akuzon se Ilir Meta, si ish ministër i energjetikës, përdori pushtetin për lidhjen e kontratës për borxhet e ÇEZ, ku dia me administrator Kastrioti Ismailin fitoi 6.5 milionë euro dhe pse nuk përmbushte kriteret ligjore. Në këmbim, SPAK thot se Meta ka kërkuar dhe ka marrë shuma të konsiderueshme parash, kur si ministër duhet edhe të monitoronte zbatimin e kësaj kontrate. Çështja e dytë në ngarkim të Metës dhe Kryemadhit shkon për vitin 2014, kur sipas SPAK të dy kanë ndërhyrë në institucione shtetërore dhe në kompanitë celulare që një firmë huaj të futej në tregun e fibrave optike për shërbimin e internetit. Meta dhe Kryemadhi, sipas SPAK, kanë marrë pjesën e tyre të fitimit edhe janë pajisur me karta krediti nga administratori i kompanisë, ndërsa të gjitha shpenzimet që kanë bërë me këto karta nuk i kanë deklaruar. Për këtë kontratë është përdorur Piero Gjigjo, në ato kohë kreu i AKEP, i cili me porosi të Metës sipas hetuesve ka ndikuar tek drejtuesit e kompanisë telefonike celulare që të lidhin kontratë interkonjektore të transferimit të thirrjeve telefonike me kompaninë Unify Holdings, në pronësi të biznesmenit Adrian Shatku. Po ashtu, sipas SPAK, Gjigjo ka lejuar kompaninë private të ushtrojë aktivitetin e saj në shkelje të ligjit të AKEP. SPAK thot se në vitet 2016-2017, Ilir Meta, si kryetari i LSI, lidhi kontrata lobimi me 2 kompani amerikane dhe vetëm një pjesë e parave është bërë përmes llogarive të LSI, ndërsa shifra $463.000 jo. Madje këto para as nuk janë pasqyruar në bilancet e shpenzimeve në KQZ. Episodin e 5 që ngre dyshimet për pastrim parash nga çifti Meta Kryemadhi, SPAK e lidh me blerjen e një apartamenti 310.000 euro në zonën e ish bllokut në Tiranë, të justifikuar me një kredi të marrë nga nëna e Monikës, Fatime Kryemadhi. Por SPAK thot se shuma e plot 310.000 euro u derdh kesh nga vjera e Metës, dhe kredia u përdor si mbulesë për të pastruar paratë që vinin nga aktiviteti i paligjshëm i Metës dhe Kryemadhit. Sa i takon akuzës për mosdeklarim pasurie, SPAK evidenton shpenzimet e padeklaruara mjekësore të çiftit gjatë viteve 2013-2019, në total 106.000 euro, 86.000 euro të cilave janë paguar kesh.